E pra të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit dhe për të bërë në fakt një analizë për ngjarjet më të fundit të dinamikat që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Si që duket, loja është kthyer në aq personale, sa që banorët nuk kursejnë asnjë fjalë, nuk mendojnë asnjë gjë për interesin e tyre. Unë kështu do ta quaj. Do të thënë kanë interesat që të marrin vëmendjen, të marrin shikueshmërinë dhe për interesin e tyre janë në gjendje që të bëjnë gjithçka. Dita e sotme ishte një ditë e cila nuk është publikuar në fakt debati që pati Mateo me Rogertin në Instagramin e Big Brotherit dhe mirë kuptoj sepse nuk dëshiron që të promovon një gest të tillë. Por normalisht ndjekësit apo detektivët e këtij Big Brotheri, unë kështu do t'i quaj, e kanë shkëputur si sekuencë dhe e kanë publikuar nëpër të gjitha platformat digjitale këtë kërcënim që Rogerti i ka bërë Mateos. Tani, që në natën e mbrëmshme, por edhe ditë më herët, ju e dini shumë bukur, luftën e hapur që ka Mateo dhe Rogerti, sepse Rogerti prek në gjërat e shenjta, kështu le ta themi. Prek në gjërat e veçanta të Mateos, prek të Brikena, i flet Mateos me fjalët më të ulta, i flet Mateos me fjalët më denigruese, i flet Mateos me fjalët më degeneruese që mund të ekzistojnë brenda në atë shtëpi. Por ditën e sotme, rreth debatit të tyre, që në fakt ishte një debat shumë i nxehtë dhe unë e kam thënë deri ku do të shkon durimi në këtë Big Brother, sepse ofendimet janë aq personale sa që banorët mund të plasin në acar edhe mund të rrifen mes njëri tjetrit. Të ulur të dy në verandë, Rogerti ishte i ulur për afër derës hyrjes në shtëpi, ndërsa Mateo ishte i ulur nga ana tjetër, do të thënë tek dera që të çon për tek arena, kishin një debat mes njëri tjetrit, do të thënë kur Rogerti i tha: "Unë kur do të dalësh jashtë, do të kap, do të shkatëroj, do të fus në shishe." Do të thënë, i bënte kërcënime të hapura, gjë që në fakt mua më befasoi nga ana e produksionit. Përse nuk reagoi? Sepse produksioni i këtill viteve të kaluara ka reaguar në mënyrë të ashpër dhe nuk ka toleruar që të përdoret asnjë fjalë brenda kësaj shtëpie, do të thënë të përdoret kërcënimi gjallë. Dhe pikërisht ditën e sotme ndodhi ky kërcënimi. Mateo nuk është që ja ktheu Rogertit me këtë monedhë, nuk është që ja ktheu Rogertit në të njëjtën formë, por e pash që u acarua dhe e ndjeu veten të kërcënuar nga ana e Rogertit dhe realisht ky është kërcënim. Tani, kërcënimi fjalë të tjera nuk ka, ky është kërcënim me jetë, sepse në një farë mënyrë Rogerti i tha Mateos që unë ty do të mbys jashtë, po të ishim jashtë. Më vjen çudi realisht përse Rogerti e ka përzgjedhur këtë metodë të lojës, përse ka përzgjedhur që këtë anë negative të tregoj nga vetja e tij. Tani ose është Rogerti ky, ose do me thënë është njeri i mirë, por ka momente që Rogerti e nxjerr këtë shpirtin e tij dhe nuk e kontrollon në asnjë mënyrë veten se çfarë bën, apo nuk e kontrollon në asnjë mënyrë veten se si ai sillet. Kjo në fakt është e habitshme dhe është e patolerueshme. Unë që sonte e dëgjova në shtëpinë e Big Brotherit. Më pas do me thënë debati vazhdoi, normal si që janë debatet e nxehta, me tonet e larta, me ofendime kundër drejt njëri tjetrit, por çuditërisht Mateo në këtë rast po tregon një lloj qytetarizmi në debate, nuk e ka të njëjtën kthes, nuk e ka të njëjtën gjuhë të përdorur brenda kësaj shtëpie dhe nuk sillet me banorët me kërcënime, sepse është e turpshme të dëgjojmë se çfarë do të bëj unë ty jashtë. Çfarë mund t'i bësh jashtë? Ti aty brenda ke hyrë për lojë. Ti që në ditën e parë që ke hyrë ke bërë lojë dhe të tolerosh veten tënde, të denigrosh se çfarë do të bëj unë jashtë, kjo është e pa imagjinueshme. Tani unë nuk e di, domethënë produksioni derisa do të toleroj
që banorët të sillen në këtë gjendje, të përdorin këtë gjuhën, të krijojnë armiqësi brenda në Big Brother, sepse realisht këto debate, këto zënka mbeten armiqësi edhe jashtë. Unë mendoj që Rogerti, Miri, Juela dhe disa nga banorët e tjerë e shohin Mateon shumë të fuqizuar, e shohin Mateon shumë të fort realisht domethënë fuqizim si në karakter, fuqizim si në lojë, por fuqizim edhe nga ana e Brikenës, sepse banorët të cilët bëhen pjesë të kësaj platforme, duke u bazuar në historikun e Luizit edhe Kiarës, mendojnë se po të ndërtosh një lidhje dashurie ose po të ndërtosh emocione brenda shtëpisë të je i fort. Dhe realisht ashtu është. Je i fort. Mateon dhe Brikenën të shqiptarët e duar trokasin dhe e duan sepse ato domethënë gradualisht do të ndërtojnë një lidhje të tyre, do të ndërtojnë një marrëdhënie të tyre dhe kjo në fakt i bën ato që të jenë më të fuqishëm jashtë. Dhe pjesa tjetër që Mateo domethënë është përfshirë në lojë, sepse më herët nuk ka qenë i përfshirë, më herët mendoja se cili është motivi që Mateo do ta mban brenda në shtëpi, me patjetër që e ka mbajtur Brikena, por tani ka filluar që të tregon dhe anët e tij. Tani unë e pres që opinionistët ditën e marrë, domethënë të flasin mbi këtë debatin, uroj që produksioni ta trajton si temë në prajmin e radhës, ndoshta edhe nuk do ta trajtojnë sepse ju duket e pa tolerueshme, ju duket diçka jo normale që po ndodhen brenda kësaj shtëpie, por unë mendoj që toleranca e tepërt dhe mos reagimi i produksionit në raste të këtilla, sepse më është turp, po futëm përsëri zarf të zi, bie i 6 i zarfi zi, që domethënë ka thyer çdo rekord sezonesh. Unë mendoj që në qoftë se produksioni nuk do të reagon, atëherë domethënë këtu do të bëhet gjë më e madhe dhe do fillojnë banorët që të rrifen mes njëri tjetrit, domethënë të përdorin edhe dhunë fizike kundërdrejt njëri tjetrit. Tani unë e shoh ndarjen e shtëpisë, domethënë Mateon e shoh në polin e Kristit, ndërsa Mirin e shoh në polin e Rogertit. Sa do të shkojnë ky rrugtim nuk e di, por gjithsesi domethënë më pëlqen qytetaria që Mateo po tregon në debatet, në diskutimet dhe në ofendimet dhe kërcënimet të Rogertit, ndërsa Rogerti në këtë formë realisht nuk e di se sa mund t'i shkon loja, nuk e di edhe sa afatgjatë jetë, në fund mos vjen puna që fatkeqësisht produksioni e përdorën për pak interesa të tyre që realisht është e paimagjinueshme që të ndodhen kjo gjë, por ka ndodhur edhe më herët. Domethënë Rogerti u grinde, ofendoi, e denigroi dhe më pas vazhdoi momentet e tij, vazhdoi rrugën e tij, por e pash që Mateo pak u mërzit, si me thënë, u trondit shpirtërisht për gjuhën e përdorur nga ana e Rogertit edhe pse realisht ishte në kuadër të lojës.